është shumë interesant, se Shkodra ka të rinj plot, të rinj që janë tepër të talentuar e ka një zë fantastik. Djali që do të jetë në këto momente, përmes Kartolinës, është ndër më të rinj që është bërë pjesë e Karajfilave të Shkodrës, një grup me histori shumë vjeçare në qytetin tonë. Denis Fikaj, përcjellim Kartolinën dhe urimet e tij. Ta tokim zhvendoset tek një tjetër personazh, super i talentuar. Jemi vërtet shumë krenar që e kemi Shkodran. Denis Fikaj, sa mirë që të kam këtu. Përshëndetje, mirë si u gjej. Si ishte viti 2025 për ty? I bukur, i lodhshëm, i suksesshëm i gjitha. Edhe i arktushëm, ka një bukur. Cilat ishin disa nga gjërat më të bukura? Çfarë kujton ti me dëshirë, me ëndje? Po aktivitetet që janë organizuar, që janë bë, këto janë më të bukura, edhe koha me familje. Ja përmendim disa nga këto aktivitete. Po aktivitetet për festat, për shembull këto të fundvitit, fundit po flasim, ishte shumë i bukur, aktiviteti i fundit, atmosferë festash, atmosferë e bukur, njerëz, kallabllek. Pse këndon ti? Është diçka që ka herë kur ulem edhe e pyes vetin pse, nuk mundem me gjetë arsye që me ma kundërshtu atë pyetje që i baj vetit. Thjesht tham kënaqja, më pëlqen shumë, është diçka që përtej pasionit, është se di. Diçka që A është profesion i vështirë këndimi? Është deri diku, sepse vështirësinë e myt nuk e myt, e mposht me kënaqësi, me arktim, sepse këndimi është arktim. E vërtet. Edhe nuk besoj që është edhe aq e vështirë. A është arktim për ty që këndon apo për ne që të dëgjojmë? Si mendon? Për të dyja palë, po për dëgjuesin është gjë më e bukur. Për të dyja palë, sepse unë kur shoh që spektatori kënaqet, unë fitoj një emocion të veçantë, se është diçka që për cilën unë kam punu, unë e shoh që baj diçka. Cilat nga daljet skenike të kanë lënë më shumë bresa? Po të tona kajfie, nuk ditesh me veçu një, të tona ka pak. Por mund veçoj daljen e parë, që ka qenë në Gjeniun e vogël para 4 vitesh, ishte emocion shumë i madh. Sa dridheshe, na trego? Prej muajit kriz deri fund kamps. Ishe komplet, me thënë, qull ndjerës, emocione, ishte frikë. Po tani që kujton, mendoj është më shumë emocion se sa frikë. Patjetër, është emocion i bukur edhe ka herë kur shoh shumë YouTube, sepse transmeton YouTube, tham sa bukur. Edhe se sot ato emocionet sa do pak ikon, fillojnë të largu, sepse mësohesh atëherë emocioni, them sa bukur emocioni, se është ajo frika si po dal tek, po dal çfarë po baj. E vërtet. Por edhe te Ahengut Shkodran kemi parë. Një tjetër, domethënë janë dy gjëra diametralisht të ndryshme me njëra tjetrën. Kam fillu të kënu muzikë klasike. Rrugës fillova të ndëgju muzikën shkodrane, nuk është se e kisha admiru, ose nuk është se e kisha pëlqy në herë, isha thjesht muzikë shkodrane. Tu kalu koha, filloj me më pëlqy. Edhe kam pas një mësues muziket, i cili gjej rastin me përshëndet, Arben Jubani, i cili e përshëndesim. Edhe më thot që pse nuk e ban prof, thot më fut në grupin Karajfile që ka Shkodra. Edhe aty ishin tonë burra me emër, artista, edhe më duk të vetja shumë i vogël. Fillova të kënu, aty fillëm e më hi në qef muzika shkodrane, edhe si jam do ma që ishtë në ditë. Emocioni veçantë je shpjesë e Karajfilave. Kanë traditë të madhe, emër të madhe, histori të madhe, si ndihesh ti? Unë ndihem shumë krenar, sepse nuk është pak. Kanë vite me i shpatula, cilet vështirësi, momentet bukra, artistat maj me pak fjallë, edhe nuk është pak. Nga i herë ku ja baj pyetjen vetit, thamë, ku je Denis? Je me grupin Karajfile që ka Shkodra, edhe nuk është pak. Dikuj në është ta i duket shumë pak, por që unë e vlerësoj shumë këtë gjë.
edhe është në fakt për të vlerësuar. Me që jemi të Karajfila, ta këndojmë një këngë vogël. Ti të më thënë se unë jo, po ti. Si thua? Pa tjetër. Karajfila që ka Shkodra me dhe sa të bukur janë. Karajfila që ka Shkodra me dhe sa të bukur janë. Ganxhet mlaja, ganxhet vogla, merë mushim dy janë. Aman, aman, ganxhet mlaja, ganxhet vogla, merë mushim dy janë. Sa me fat jam që kam kaq afër e shijoj këtë zë të mrekullueshëm. A ka pasur pendesa viti 2025? Nuk e di, tham që jo, s'ka pas. Ose mbase gjëra që kanë mbetur aty në sirtar, nuk kanë dalë, nuk janë realizuar? Jo, a di pse? Marr shumë gjana, marr gjana pak në përgjithësi. Ata gjana që marr kam qef mi që deri në fund. Marr ndoshta 2-3 punë, po ato punë që marr do mi që deri në fund. Nuk marr 10-15 dhe tham do t'i kryej edhe mesin përgjithësi, vjen i natë atëherë. Kjo është gjë e mirë, kjo është gjë e mirë, tregon se sa i përgjegjshëm je ti për përgjegjësitë që merr mbi supe. Ke në plan ndonjë projekt të ndin, ndonjë event që do të marrësh pjesë? Po, është, sidomos të fundvitja është plot me evente, me aktivitete. Shpresojmë që kemi sa më shumë, festojmë, bëjmë gjëra të bukura pse. A duhet frymëzim për të kënduar? Duhet. Duhet. Ku e merr ti? Po, të çdo gjë e bukur. Por gjëja që njëherë tham është familja. Sepse kur ke përkrahjen e tyne, ke mbështetjen e tyne, vetëm kur i shef edhe e shef që ti kënën ata të buzëqeshin është frymëzim. Është frymëzim sepse jetu bë diçka, jo vetëm për veten, jetu e bë edhe për ata. Që nesër ata më thanë, "Çfarë djalit kena" ose çdo kush, jo vetëm unë. Është frymëzim. Familja është pika kyçe për mua. A është Shkodra terreni i duhur për të zhvilluar talentin si këngëtar? Po Shkodra ka çdo gjë. Shkodra që s'ka humorin, ka këngën, që pikturë, që s'ka është djepi kulturës. E vërtet, dhe jemi me fat. Ndonjëherë se dim, po jemi me fat që jemi këtu. Ja çfarë djali kemi, ja çfarë zëri të mrekullueshëm ka. Një urim për të gjithë miqtë e Tatokim për këtë fundvit? Ju uroj një vit sa më të lumtur për familjeve tuaja, me sofrën e shumë plot ushqime, por nuk është të thënë vetëm me ushqime, me njerëz të bukur, me njerëz të mirë, me njerëz që doni dhe ju dojnë. Shpresoj që ky vit që ka kaluar të kenë shumë më mirë dhe viti që vjen të jetë shumë më i mirë. Unë të falenderoj shumë për këto momente të mrekullueshme që na dhurove, të falenderoj shumë për muzikën e bukur që na dhuron gjithmonë, edhe të uroj një vit sa më të suksesshëm, sa më të bukur e të mbushur me evente që lën mbreset e këtij. Po nuk lë pa ikur pa na kënduar edhe një këngë tjetër. Tani çfarë do të këndojmë për fund, për mbyllje? Them një këngë për Shkodra. Shumë bukur. Shkodra ka plot dashuri, nga zëbrenga në fshetësi, por unë të kam dash ty. Shiu mbili qenë piklon, dhe të di çfarë më mundon. T'je me vajza kur festojnë, e të them kujto, vjen ajo që shkon, kush të deshi pran, të do afër meje, në Shkodër të vish e shpirtin. Fantastik. Faleminderit. Faleminderit ty.